nga unë dhe Amarildo. Mirë mbrëma. Fillojmë kështu sezonin e 8-5-s. Amarildo, atëhere, sot do të diskutojmë disa tema, për vetë faktin se java ka qenë shumë e nxehtëse, po të hymë pastaj edhe sezonit, edhe verës nuk na del një natë dimri të flasim. Por do flasim për temat e nxehta të kësaj jave. Dua ta filloj një çik nga ajo që preku opinionin publik. Ishte vrasja e gjykatësit Kalaja brenda në gjykatën e apelit nga Elis Shkëmbi, në mos gaboj, quhej. Dhe doja të dija një çik mendimin tënd se edhe ti për shembull kur gjithë opinioni u çua kundër Dan Hudrës, ti kishe një mendim pak ndryshe që ore lejeni Dan Hudrën të varoj punë se i kanë rrasi kalama për pa pasur si Jezu Krishti, pa pasur asnjë lidhje, i thanë ta gëzosh kalama se shjovit. Këtë ngjarje dua ta dramatizoj pak. Po jo, mirë bëhet që është dramatizove se është shpreha më e mrekullueshme që kam pa ke i libër, ke zekti ishte që as jeta dhe as vdekja nuk e meritojnë seriozitetin, kështu që prandaj dhe emisioni jonë sado gjërat janë domethënë shumë serioze ose shumë të brishta, ne përsëri mundohemi të fusim humorin që të kaloj disi kjo punë. Por po, bëre mirë që bëre atë paralelizimin me Dan Hudrën e famshëm. Tani doja tani isha me një humor, po do ta kap çik më vonë këtë sepse nuk ja vlen ndoshta tash si për fillim kjo. Problemi është që një djalë 32 vjeçar bën një atentat dhe ka 32 vjet në çështje gjyqësore. Domethënë që këtu e kuptojmë se sa keq është i tërë sistemi. Dhe po bëja një llogarit thjesht, se ti e ke parasysh që pak a shumë i shoh gjërat çik pak më ndryshe. Po bëja llogarit 30 vjet po e marrim, me sa mora vesh 26 gjykatës, ne po i vëmë nga 1 milion secilit, apo jo? 1 milion që do avokati, ha? Po. 1 milion vit pa e lejon. Jo, ti pas ke qenë avokat lirë se avokatët marrin 2 milion, tash ti po se vazhdon me 1 milion. Po më burr që ta lejmë burg atë se po boni çik më shumë duhet me e qit për jashtë. Një gjë mu. Le ta lejmë ke 1 milion çi. I thon, ai ka harxhu 30 milion. Që ndoshta dhe nuk i ka, dhe siç mora vesh dhe nuk i ka. Dhe po marrin vetëm një rast, që pak rëndësi ka rasti se sa pak rëndësi ka, do me thënë, këta të dy persona, se sa ka e tërë këllum kaosi në të gjitha fushat e jetës të kësaj shoqërie që kemi, sidomos drejtësia që ka ka një barë të jashtëzakonshme të gjithë tyre problemeve. Dhe tani rrugës kur po vija, me sinqeritet më dolën 2 raste, kampanja 2, le të themi intervistat të 2 personave që janë me burgim të përjetshëm. Të dy fajin e lënë drejtësisë. Dhe ta shpjegoj shumë thjesht se si. Njëri nga këta, që është edhe vllai një shoqes time të klasës, thanë qofse do kishte vepruar drejtësia do kishte kap kriminalin, thanë që mësolli viktimën në shtëpi, unë s'do kisha nuk do kisha marr hapin për marr hak ose njërin tjetër, më kuptove. Një tjetër, po një emër shumë i madh, ju ndërtui pallat pa leje mu përpara shtëpisë. Aty i filloi gjithë halli, pra prap problem drejtësie ishte. Dhe mos gabohem se unë nuk dua si më them, ti rris numrat, po mos gabohem mes 6 dhe 11.000 vetëve janë të vrarë
si pasoj e pronave, hakmarrjeve, etjë që kanë të bëjnë me drejtësinë. 10.000, Amarido, janë 10.500 të vrarë dhe ndërkohë që komunizmi në 45 vjet thonë që ka bërë 6.000 të vrarë, megjithëse nuk po I gjejnë emrat të 6.000-ve. Jo, e kuptoj këtë fare mirë se edhe unë I kam kërku, po s'm kanë dalë. Po, dhe gjithsesi këtu futen të burgosur politik, të pushkatuar politik. Le mos I largohemi asaj. Jo, nuk dua t'i largojmë temës, Do me thënë, këtu futen të burgosur hajduxhepash për dhunues e njëri tjetër, ndërsa këta 10.500 janë të vrarë vetëm për pronën. Është një shifër jashtëzakonisht e tmerrshme. Dhe diçka tjetër, do të thoya, ky djali vrasësi, mos harrojmë, nuk kemi kujt ja lëm fajin për këtë. Ky është produkt I kësaj demokracisë, I kësaj shoqërie. Tani, nuk më vjen shumë keq për viktimën, më vjen jashtë mase keq për viktimën, ndoshta do flas çik më vonë për të, sepse dhe nga ty dëgjova fjalë shumë të mira dhe nga shumë vetë dëgjova fjalë shumë të mira. Shiko, Amarido, se nuk dua që të drejtoj, të orientoj. Jo. Unë e kam njohur që në Shkodër këtë, domethënë Astridin, dhe ka qenë, domethënë siç I thonë Korçarët kanë një fjalë shumë bukur për ta paraqitur si tip. E quajnë baballëk. Ka qenë tip baballëku me një fjalë. Tani nuk mund ta imagjinoj që ky të vinte gjoba. Dhe me sa di unë, këtu ka qenë vetëm që ky ka anullu gjobat që ju ka vu atyre të strehuarve për mbarimi. Ka dhe një plus të vogël mbi këtë, e ka çu prap në shkallë parë për gjykim. Domethënë nuk ndalon ke gjobat, e ka çu prap ke shkalla parë për gjykim. Pra e ka çu 35 vjet mrapa. Kjo është pak a shumë që ta përkthejmë. E ka çu 35. Po sepse duhet të ketë parasysh që edhe me sa di unë, apeli nuk gjykon në themel, më kupton? Dhe ky një farë mënyrë e ka kthyer në themel. Por unë dua të dal diku tjetër, Amarido. Apo do të flasësh një herë për këtë djalin që ka. Po doja të flisa për këtë djalin në fakt. Doja të flisa për këtë djalin. Unë pash ishte ngritur dhe një GoFund për këtë, domethënë një se më të them mblidhen ca para. Dhe është mbledh një shumë për këtë djalë, për këtë, sepse veprimi I tij, pavarësisht se ai sot është një kriminal dhe ka vrarë një të pafajshëm, sepse unë zakonisht nuk mund t'i vej fajtoj njerëzve ku nuk kanë fakte, kështu që unë e marr njeriu më të përkryer, ashtu siç tha dhe ju, unë e marr njeriu më të përkryer zotrin fjalë që u vra, më kuptove. Por a është ky një hero, një simbol heroi I të gjithë problemeve që ka sjell drejtësia në këto 35 vjet? Si figurë ai është edhe për film, sepse pasi mbaro krimin, në mund ta quajmë kështu, I dorëzohet dhe policisë, pra nuk e bë as më qeft as jo. Pra kjo trego, si mund të them, ka gjujt me dorën e një populli, në një farmase ndaj një viktime që pa të drejt, nuk e di më kuptove. Domethënë pa drejt, biles. Dosta nuk e meritonte më pse. Amarido në jetë shpesh herë ha ai që tam pa faj. Dosta inshallah nuk është fjalë gazetarësh, po ky tha që unë tha nuk gjuhet andaj Zot Kalaja tha gjuhet andaj drejtësisë. Po mund të jenë dhe muhabete gazeta ashtu. Pra mënyra e ekzekutimit dhe mënyra se si ai u dorëzua, për mua është një ndër figurat që ndoshta vite më pas duhet bëhet dhe film. Për mua gëzon respektin si një fatkeq. E di që është problemi tani, shumë ndoshta do të marrohen nga kjo që thash, kur them që është fatkeq dhe nuk I them kriminal, sepse ne kemi një shoqëri që vetëm mundohemi të vrasim, të ulim, të bëjmë, më kupton dhe marrim me thënë të drejtën, Amarido,
unë kriminalin më të madh quaj atë gjykatës që thot duhen 50.000 euro, 100.000 euro që të mbyllet kjo punë. Ky është kriminal. Jo, këtë e kuptoj, janë me shkallë kriminalët tani aty, sepse si ta shpjegova dhe pa marrë shumë qartë, tash mundohu ti vetë bashkë me dëgjuesit ta marrin vetvete 30 vjet në gjyq. Kjo tregon që kjo drejtësi nuk ekzisto. Tani, nëse do të ishte vitin e parë do ishin mbyll gjithë to shkallë, atëherë ky është një kriminal, një bër. Hajta hedhim. Por ti ke ndërtuar për 30 vjet dhe nuk është i vetmi ky rast, se po merrem prapë me 30 vjeç, nuk është vetëm ky rast. Në çfarë do lloj shtëpie, në çfarë do lloj familje shqiptare është ndjerë disi mosdrejtësia. Dhe çfarë bën akoma më tragjike këtë është që unë nuk mbaj mend në 35 vjet që të kemi një dënim që themi wow, drejtësia vuri dorë. Pra dhe në momentet ku drejtësia ka dënuar një njeri për korrupsion ose për X ose për Y, prap nuk është treguar drejtësi, është treguar thjesht që të mund të një zbatuse e X ligji apo Y ligji. Dhe ne kemi raste nga ministra e tjere. Se nuk dua t'i bëj analizë drejtësisë, më tepër dua t'i bëj analizë rastit. Patjetër, edhe drejtësisë për sa lidhet me këtë rast. Por duhet thënë edhe diçka që ai momenti që ai ka qelluar dhe ka vajtur, ka dorëzuar pistoletën dhe dorëzuar vet, duke dashur që ne nuk kemi gjykatës dhe si jemi as njerëz të ligjit, më tepër përpiqemi të kuptojmë rrethanat. Pra, në një farë mënyrë këtij ka ardhur shpirti për të dalë. Dhe ka thënë më mirë një fundit të mërshëm se i të merr pa fund. Për këtë qëllim e thash edhe GoFundin, nuk do shumë i kanë dalë kundra kësaj si mund të ndërtohet një GoFund për këtë, por nga krau tjetër unë e kuptoj dhe e mirë kuptoj shumë mirë këtë, sepse pavarësisht se gjykatësin fjalë. Targeti duhet të ishte ai kryetar bashkie që i kishte marrë 70.000 euro, për të mbyllur këtë punë. Pra, pse po themi, pse edhe shumë faleminderit që e nxorë pikërisht këtë. Të lutem shumë, jemi në shërbim tënd o vllaz, çfarë flet? Po. Pra, nëse do merrem me rastin, ne do nxjerrim të tërë kriminalitetin e drejtësisë dhe çfarë është ndërtuar për 35 vjet. E para është një ndërtesë që ka qenë fjetore për student që mbaronin shkollat industriale, pak a shumë, diçka e tillë. Ajo nuk është më. Dhe është dhënë një personi, nuk do të hyjë në hak fare, është dhënë një personi me sa di unë me një X para si që jepeshin atë kohë, ose si që jepeshin këtë kohë nuk e di, po në atë kohë, 90-ën. Dhe është dhënë pse ka qenë ky i persekutuar. Pra, aty nuk ekzistoi shkollë, që këtu është krimi. Aty është zhduk një shkollë, bashkë me ata që mësonin nga shkollë. Pastaj vjen ky rasti tjetër që ti mund t'i japësh një shkollë të tërë, një konvikt të tërë, mos them që ishin dy aty, se ishin ndërtesë madhe shumë. Ja jep një personi pse ka qenë persekutum, sepse është fakt ky që ai nuk e ka as babës as nonës, atë lloj toke. Pavarësisht si mund të kenë bërë dokumentat. Pastaj, po të vazhdojmë më tej, i bi që ky ka fituar tani, kjo është më shumtuara, që ky ka fituar një 2-3 herë ka fituar gjyqe. Dhe një 2-3 herë i pas ka humbur. Do më thënë, i ndajmë 23 se 26, në fakt, 13 me 13 se 26 një njësej. 13 herë i ka fitu, 13 herë i ka humbur. Po ta morim këshu. Trash. Dhe nëse do ishte drejtësi, dhe do thoshim, o shoku,
ku po shko, është kjo që fjala e fundit e gjyqtarit do ishte le të shkojë në, le të themi, në shkallë të parë dhe të merret në hetim kush e ka shit këtë pronë. Pra, nëse do të bësh drejtësi, i futesh një drejtësie me themel, po këtë nuk e kam parë shqiptarët të 35 vjet. Nuk e kam parë në asnjë lloj rasti, prandaj tash në asnjë lloj rasti. Këtu bëhet fjalë që nëse kalon një 10 vjeçar, ti nuk mund të kërkosh më pronën tate, këtu bëhet fjalë që janë njerëz ish pronar që as nuk janë afru tokës vet, ndoshta fare, dhe zihen dy, kafshohen ose vriten dy persona që kanë xhan tokën në tjetrit. Është, e ke parasysh, edhe pronari rrim, dhe nuk po flas për këtë rast, po flas për gjitha rastet. Sepse pronar për atë konvikt është tërë qyteti Shkodrës. E para herë, nuk është ai pronari i tokës, është tërë qyteti Shkodrës. Tashti, sepse ata e kanë ndërtu, kanë dhënë legat ose kemi harruar ne që çdo gjë që është ndërtuar në fakt është marrë nga rrogat, është mbajt nga rrogat e punëtorëve, nuk ishte taksën atë kohë, por është mbajt nga rrogat. Dhe këtë thoshte vetë sistemi. Ju po ndërtoni të ardhmen. Ju po ndërtoni të ardhmen e fëmijës tuaj, Ja pra ndërtoi të ardhmen, ndërtoi 11.000 vetëm për pronat. 11.000 dvrar. Dhe në Shqipëri pastaj ndodhi ajo që nuk ndodhi në vendet e tjera të lindjes, për këtë jam 1.000.000% i sigurt që u bosi malli babës, i thonë, po nuk ekziston tamam, se shqiptarët s'kishin arrit në këtë fazë që gjeshim me emër tamam. Se që kanë ndonë me pronat tona, se malli babës është, okej, harxoj ca, prish ca, po prap e majti si, kurse ky është mall i mallkum. Do të mallkosh gjakun e 45 vitet një populli, edhe shpresën e një populli është marrë në vetvete. Pra ti fillo krim dhe 30 vjet ti mba një djalë që pa lind akoma, e ke parasysh tani kur ja njofta e oma me teatrin, hajtë se jena pronar. Po. Hajtë ta bëjmë Kalamo. E bo Kalamoni 30 vjeç del Kalamoni atentator, se as pronën se ka. 32 vjet Kalamoni vetëm me borxhe. Thonë që për të paguar, se ky ka paguar lart e poshtë, për herë për të fituar, herë për të marrë pronën. Nuk po e marr në detaje se sa herë ky ka paguar. Dhe sa do pagu jo, kishte marrë lek me fajde, prandaj jo, e mora vesh dhe këtë tani, po ajo që unë po shpjegoj është që vetëm drejtësi nuk mund të flasësh në këtë 4 orë. Dhe problemi që ta mbyll ndoshta Shiko, se më ke bërë vrejtje që të mbaj gjatë në një temë, po jetu nejt vetë në këtë temë, po, okej. Unë doja të trajtoja një 5 tema deri tashti, po të lutem shumë, ecim me ritëm që të sqarojmë publikun se mbete këtu duke, ose vazhdo të rrim vetëm tek këtë temë. Edhe mos më kritiko masanej që tu që më le vetëm në një vend. Dëgjo, ti të shërohesh shpejt i herë, po të ka bot do me tjera ajo. Pra tani, kjo është goditje në brez, se nuk luhet me fatkeqësinë e tjerëve, po gjithsesi po te kaloj. Që ta mbyllja këtë, po shpjegoj që pavarësisht se ke pun 4 herë ta mbyllja këtë, tash ti mbyllën me gjithmonë. Pavarësisht se gjykatësi është njëri mrekullueshëm dhe është fatkeqësi çfarë ndodhi për familjen e tij dhe për gjykatës e tjerë që janë kaq të ndershëm edhe ato çequnë. Po. Prokurorët e një me radhë, është si puna e asaj të ati të shkretit që ishte në night club, edhe të kërcy me njërën i tha, sa të bonata, i tha, mos merë mu për kurvi, tha, vëllai, tha, si e veshra, si kërceva, ku je, tha, fiks për kur, po më falë dhe se e ke lujtë rolin me një fantastike, kështu është në puna, kështu është në puna e drejtësisë në vetë. Do më thënë, nuk ka dhona si shpres, nuk është se është një rast.
dhe që i rash bum kësaj, po tregoj që në fundit nuk do pritesh drejtësinë këtë punë. Për të prit drejtësi ishte t'i veshin hekurat qysh ati që ja ka dhonë për herë parë, e deri ke ato që ja kanë dhonë për herë dytë, që ja kanë dhonë gjithë ty në familjeve mu fut mrenë. A mu do sa dhe këta, dhe nga ato familjet më e bukra ca jepshin edhe pronat me qëra, edhe këti si aleshtin. Pra është është trajtu shumë keq ky popull tani, është trajtu në mënyrën më skandaloze. Jo vetëm kjo, Amarindo, e di sa më bëri përshtypje, pastaj dolën që gjithë këta gjykatës, prokuror, drejtor, kryetar gjykatash, duke folur sikur gjithë këta ishin Falcone dhe Borsellino, në fakt unë e di shumë mirë që 90% kohës këta diskutojnë a të marrim Ozempik apo Muxharo që do psohemi, se që të mri kostumi mirë, se dashnoria e re më kërkon me flok të lyme, dhe këta dilin që të gjithë sikur ishin duke ndetur në terror, ndërkohë ndi shumë prej tyre që kanë hotele, kanë blerë hotele në Venecia dhe në Milano, pa llogarit shtëpit që kanë në përbot, e pa llogarit fëmijët për studime, se hajde kjo është e lehtë fare, kjo të çojnë fëmijët për studime. Dhe këta po hiqeshin të gjithë si superherojnë, do me thënë sikur janë të punu një terror, që nëse ka një gjë më të kalbur e më të pështirë, është sistemi gjyqësor dhe duat bie vetëm një fakt. Aranit Qela ka qenë njeriu që ka dënuar çerekun e Shqipërisë me ligje të poshtra, ka qenë drakoniane njëra tjetrën. Mirë po, nuk e di, ka vdek para disa muajsh, dilte për çdo ditë pinte kafen te Tajvani, dhe nuk e gjeti asnjë gjë. Pse nuk e gjeti asnjë gjë? Sepse ky shoku i kishte dhënë dënime sipas ligjeve, ligjet të poshtra të ndyra, por nuk kishte thënë shiko, unë po t'japë dënimin, po ti duhet më japësh edhe ca lek mua në dorë. Ndërsa këta duan edhe ta marrin lekun, edhe të bëjnë pushullikun, edhe të blejnë pronat, edhe të mbajnë shoqëruse dhe të mbajnë eskorta. E për këtu fillon problemi pra. Tani, unë mendoj që problemi është dhe ke vetë ligjet, janë, do më thënë, është bë një Amarindo, sa do i keq të jetë një ligj, po duhet ketë edhe një zbatus të keq të këtij ligji. Tani, prap dalim ke lindja e kësaj lloj gjëme. Kjo lindi në 91-shin, ti i hoqe nga puna të kuadrët, të njerëz të aftë, të njerëzit me karakter, që kishin zbatu ligjet në format e tyre, atë ligj që ishte në atë kohë, nuk ishin asnjë komunist më domeni, ose shumë pak janë komunistë, se me sa diun drejtësi ishte çik e vështirë, të isha edhe komunist edhe në drejtësi, me sa diun, nuk jam shumë i sigurt, dhe i vure me 6 mujsha. Nuk është se bëre vetëm këtë që i vure me 6 mujsha. Ti i vure me 6 mujsha si ndere. Pra nuk është se bëre ndaj konkurs dhe more më të mirët e Shqipërisë dhe i the, okej, hajtë bëmi konkurs se na duhen prokuror, se kështu e kemi hallin, prokuror, hetus, gjykatës. Ti the, qatë kanë bëhë ty, të kanë fut gjajë në burg, hajde 6 muj tu dalësh prokuror. Po ti, nona, unë dogja fabrik, unë dogja një fabrik, unë dogja telat e shtyllave. Pra, ngelim ke ajo që në 91-shin nuk u ndryshu sistemi, nuk u rrëzua dhe pat erdhi një organizat terroriste që shkatroi gjithçka. Shkatroi të tërë, jo vetëm sistemin, por sepse gjatë gjithë kohës ne do të diskutojmë, unë mendoj që kjo është e para, në thonë drejtën, fatkeqësi është, po them që është e para në varg se si do vazhdoj kjo punë, sepse edhe ditët në vazhdim nuk janë më aq të këndshme sa që kanë qenë përpara, që u durota se ishte një shpresë për diçka tjetër më vonë ose diçka tjetër. Tani nga geopolitika që po ndodh nëpër Europë, nëpër botë, të shtrëngohen gjërat, edhe nga këto kjo gjuhë terrori që po shohim kudo,
mendoj që do akseleroj më shumë dhunë. Amarido, Po. e te kalojmë këtë ngjarje se na mori shumë kohë, na mori gjysmore. Për sa i përket kandidimit të Florian Binaj nga Partia Demokratike. Domethënë u fol për një krizë figurash në Partinë Demokratike, megjithëse unë nuk mendoj që ka pas figura partia që nga Partia Demokratike. Në ato fillime hajde kishte cako. Pastaj nuk mendoj sepse të bësh ata hata që u bë, nuk mendoj që ka pas shumë figura. Po, një krizë figura sa të tjera thonë që është një outsider, ka për të thyr sistemin, ka për të... Ndërkohë, ndodhi fenomeni çuditshëm që gjithë këto partitë e reja, që ti nuk kishte besim, kishte drejt që nuk kishte besim se u bashkuan edhe këta prap me këtë kandidatin e PD-s. Po si duket gjithsesi te tani e di si mu duk dorëzim, domethënë nuk e di, një këshilltar i mrekullueshëm do këtë qenë i familjari Saliut, besoj e shoqa, Jashull aty në divan e i ka thonë, shoku, partia PD-ja nuk bëhet, çfarë do të vesh nga atyja nuk bëhet. Më kuptoj kështu që rri qetë tu me shoqën tate, edhe ham në pilafa në gjo, po leja të punë. Dhe ka bu me reflektu që duhet, po zgjedhja është geniale, zgjedhja e këtij personi është geniale. Një outsider që grumullot gjithë këto partiçkat e vogla për të rrëzuar Edi Ramën. Si zgjidhje, mendoj që është zgjidhje, si thonë, 1 milion euroshe, është një zgjidhje kryevepër. Edhe si ide im. Se s'po të kuptoj, do me thënë është zgjidhje kryevepër që edhe Rama të kishte dashur ta dhiste më shumë opozitën, nuk e dhiste do. Jo, nuk jam në atë, është si zgjidhje, është vërtet një zgjidhje kryevepër. Çfarë do të dilte nga PD-ja, nuk do kishte asnjë lloj shansi. Se s'kan asnjë lloj shansi, se s'kan asnjë lloj ideje. Se i kanë lind për pa ide. Është vetë struktura që nuk prodhoi ide. Gjetja një personi, gjoja të pavarur, ishte vetmja zgjidhje. Dhe i lumt atij që ka dhënë këtë ide. Okej. Ndërsa për personin vet është një artist shumë i mirë. Shiko, tash Amarido, se ky emision është një çik që duhet fla që mos rrim kështu politikisht korrekt, si thoni ju. Sa po ma preve artist, se shiko, artist e strade, okej, artisti madh, më fal zotri, artisti madh është Robert Ndrenika, se i madh thashë? Më fal një sekond, që bën që nga rolet humoristike, dramatike, të rinj, pleq, është Timo Floko, artisti madh, është që them unë ty, është nuk e di, po artist Ricardo Laria nuk ma le ta vazhdoj. Tani, nëse vuajmë për diçka, nëse kemi vujt në që nga koha e Enver Hoxhës e gjithashim, nëse vuajmë për diçka, ne vuajmë për humorin televiziv, si komp. Do me thënë, po të shofësh Portokallina dhe kur ka qenë ky brenda është një tmerr i vërtet. Edhe atë që thonë rolin e policit për shembull, që e pëlqejnë gjithë, është gjë më shumë të unë nuk shoh dot 2 minuta. Në qoftë se kjo është e vërteta. Por them aktori mirë për arsye sepse shumë vete pëlqejnë. Dhe unë fragmente caktuara për shembull ku ka imituar Ramën e tjetrën e kam pëlqyer. Pra e lejmë të anë aktorit se pak rëndësi ka, është i mirë apo aktori i keq. Kjo nuk ka pikë rëndësie. Për mua, si thash, rëndësi ka se si u kap si figurë, një figurë që pëlqejet nga gjithë turmat që pëlqejnë policin, që mos më pëlqej, kuptohemi, dhe është dëgjova dhe intervistën e atij dje tek Grida Dume dhe është good for Albania. Kjo është e vetmja gjë që mund të them. Domethënë, nuk ka pikën e idesë, zero. Është
komplet zero. Është një OJF, si Adriatic Klapaj është pak më i alternuar në filozofi, në mënyrë shprehje e tjetrën, dhe për i pavaru është xharro me gjufë, këta e dim unë, ti e dim gjithë bota, por inshallah o Zot është si Putini, që do më ju fut kështu PD-s edhe pastaj na ndryshoj rrugës. Nuk i jap, si mund të them, i uroj vërtet mira, i uroj suksese, por nuk është ai që unë do doja të drejton Tiranën. Nuk është ai që unë personalisht, po kur them unë si qytetar do doja që ai të drejton, do nuk ja shoh ato aftësi që ai drejton të Tiranën. A mund të jepte një frym tjetër? Prapë dyshoj. Por nga ana tjetër është ndoshta e them pak me rezerva, po kam përshtypjen se do ta thyej Edi Ramën. Në shkuptim, do fitoj? Kam përshtypje se do e marri Tiranën. E mund Manastiriun kë? Po, kam përshtypjen, po. Unë, do më thënë, çfarë shoh tani, në këtë moment, në frymën politike të Ramës e tjerë, shoh që ky e merr. Shiko, shumë analizë thonë që qoftë edhe një rezultat do me thënë i Manastiriut më i dobët se sa i Erion Velis, është në një farë mënyrë një disfat për Ramën. Unë mendoj që dhe jetë pak më shumë se ajo që thua ti. Mos them që të dali gati barabar, po them që edhe e merr. Dhe shpresoj që në këtë intervistë që ky ishte, shpresoj që t'jenë ato emocionet e fillimit, t'jenë ato, do më thënë, e ke parasysh, të shkëputet pak nga populistat. Unë mendoja figur tjetër, se duhej një thyrje tani, duhej patjetër një thyrje, dhe unë e kam thënë ka kohë, kemi 3 vjet përpara, kam thënë që për shembull për bashkitë dhe komunat, unë jam gjithmonë ke njerëzit pa parti. Jo se ky është pa parti në këtë moment, por jam tek njerëzit, do më jam kjo fryma që t'je njerëz pa angazhuar politikisht. Po. Për arsye sepse sidomos me geopolitikën që kemi sot, këto duhet trajtohen si biznesen vete, nuk po them si komunitete, se komunitete janë, po si shtete në vete. Pra, në fundit, në qoftë se unë dua të shtroj rrugë të Tiranës, nuk kam nevojë të shkoj direkt tek Europa, të mi shtroj rrugë të Tiranës, mund ta marr nga diku tjetër, le të themi nga Arabia të paktën, që la kemi çik më lirë. A më kuptove? Etj, sepse fryma europiane çdo ditë më shumë, biles ndoshta ajo që do japi humbjen Ramës është ky vazhdim i kësaj në Europë në 2030, në Europë 2030 bashkë me Ukrainën. Do më thonë me Rama. O Marido, me që ma kujtove, si të duke e tale që bëri me Trumpin ky për punën e luftës Azerbajxhan-Shqipëri? A mund të ketë pasoja? Tashti tani ajo nuk duhet të lej pasoja. Normalisht nuk duhet të lej pasoja. Por duhet të, do më thënë, kjo verë ka qenë mbushur me ca analizat forta që kanë bërë rreth historisë, që nga lufta dytë botërore, që nga Roma e lashtë e tjerë. Dhe mendoj që këta Amerikanës, ose si mund të them Anglo-Amerikanët, apo Saksonët, janë të papredikueshëm, për arsye se ai më i miri. Amarido, mos harrojmë një gjë që lufta e Irakut
thellë, përveç naftës, po ndjekja e Saddam Huseinit derisa varja në të, ishte edhe një inat personali George Bushit Junior për t'i japin, në? Ndaj po them, dhe problemi është që për sepse një Trumpin... fuqi e madhe e ka luksin të shfrytëzojë inatet personale. Bravo, për Trumpin Shqipëria është një zero me gjufk, mund të thot edhe nga nesër do quheni Azerbajxhan edhe ja ku jeni, thot, më rregull jeni, jam kuptove. Edhe s'ke ka e lu. Ky është fakti, më kuptove. Biles edhe ty thot do tras. Më fal. Pse nuk ka luftë në Shqipëri, po t'ja bëjmë luftë. Ta bëjmë luftën, thot, kur e do. T'ja bëjmë luftën. Biles edhe Edi të thot. Me që ju ka mbetur hatri, po ja u bëjmë një luftë. Po, edhe Edi të Ramadan do t'a vej emrin ty, thot, Ramadan. Kështu që, por nga ana tjetër Edi, domethënë ishte një shaka, le të themi, europiane, Edi munohet gjithmonë të binë sy pak a shumë për këto, sepse ka ardhi moment që në fundit Europa është jashtë çdo lloj logjike, e vetmja gjë e hajrit në gjithat mbledhjet besoj ishte kjo batuta e Edit, se këto dihet janë skandal fare, kështu që por a do ketë pasojë, se më pyeta a do ketë pasoja. Varet si e ka pijen ai. Varet si e kap momenti. Çiko, në këtë moment, për të vetëm arsye është se si të shohin. Pra, çfarë nuk janë anglisht folës, nuk janë lindur anglisht folës dhe nuk janë hebrej, janë racë katërt. Kështu që edhe Ramës i thonë shumë i gjatje, është si puna asaj që filloi një kolonel duke i thënë Napoleonit, jo kështu, jo ashtu, jo prit ta bëj kështu, ta bëj kështu. Një gjë i tha, Zoti tha të ka bëj kokë, vetëm i kokë më të gjatë se unë, ta pres në atë e bëhem i barabarta. Më kuptove kështu që. Okej. Kështu e shoh. Po. E mire, edhe unë mendoj që kjo është një batutë, e kanë kapur dhe mediat amerikane, po një president amerikan, jam dakord me ty që Shqipëria, Kosova, Ballkani janë një zero me gjuftë për ta. Tani ti po e kap ke presidenti, ti kapën e pastrusin e shtëpisë bardh bonomin më burr. Am kupton, mos e kap ke presidenti, a do i mushet me ne president apo jo? Rubio mund ta bëj për qef. Am kupton, një moment thot, e shef të rrillsin në telefon, ma hiqje nga harta. S'është le të jemi korrekt, le të jemi korrekt se ajo çështja e emisisë ka hika kohë, ha? Mos ta rris pazarin kot, thua ti. Ta ul pazarin. Pa hiç më fal. Por që thënia e Ramës nuk është as pak as politike, as kështu fare. Ishte një humor për t'i tregu pak a shumë se Rama shoh që e vuan këtë, të them të drejtën, e vuan këtë frymë europiane që mendjen e ka vetëm për luftë, po të shikosh e ka mendjen vetëm për luftë, domethënë sepse nuk kanë asnjë lloj zgjidhje ekonomike. Tani është të mëshme që nga 1945-6, mos them edhe shumë para nisjes luftës së dytë botërore, nga analistë shumë serioz, gati gjithë vendet europiane nuk kanë plan ekonomik. Hecin kujt ja vjedhim, çfarë të vjedhim, sa t'ja vëmë gjobën. Nuk ecet, nuk vazhdohet. Amarido, do kthehem prapë në planin ndërkombëtar. Po Ogertën, kandidatën e PD, si e shikon, si pa ngjyrë ende nuk po shfaqet, domethënë del më tepër Belinda Balluku që bën shumë. Nuk po shfaqet. Ajo një gjë tani unë nuk e njoh shumë atë, nuk e njoh shumë punën e saj. Por ky djali në intervistë dje dha shprehjen më interesante. Ajo tha gjithë jetën e saj, tha ja ka kushtu
të punoj për Ramën. Domethënë, unë kështu e njoh, nuk më ka bëu përshtypje shumë si figurë, nuk e njoh mirë, nuk e di se sa e aftë është. Jo, në fakt kështu është ajo hyn te njerëzit e besuar të Ramës, se ka pasur drejtoresh të qendrës spitalore universitare Tiranën Tereza, pastaj e kaloi ministrat ashtu. Por Rama duhet të kuptoj. Do të thënë është një zgjatim i Ramës në sensin siç do Rama që t'i ketë njerëzit që do më thënë mos pak a shumë, mos kenë një emër të tyre, të jenë një vazhdim i gjymtyrëve të Ramës. Tani kjo është gjë që pak a shumë duket, edhe unë po pranoj dhatë se tash nuk e njoh shumë personalisht personin fjalë. Po duket edhe në raste të tjera, në zgjedhjet e tjera të Ramës. Madje, domethënë vetmja tashti që po shfaq një lloj individualiteti është Balluku. Bravo, që besoj se e fusin burg mas një viti, apo? Se kështu, po kështu, shqipe, tani, sinqerisht, nuk e di se qa ka me këtë drejt venit, po punove shumë, o do të prishin, o do të fusin burg, o do të, i gjo do të bëjnë, nuk e di se qa e ka nuk e di se qa e ka këtë vend. Të kam thënë mos puno shumë e mos paguj taksa se do esh rehat. Po. Po nuk ekzistove, nuk kanë ku të kapin vëlla. Eksaktësisht. Kështu që më vjen një gjë që Tirana dhe Rama vet ka nevojë për zgjim, sepse është një moment që unë vërtet do të dëshiroja që ai ta kishte mundësinë të merrte një muaj pushim. Një muaj? Një muaj të plot, po, 30 ditë të mira pushim. Okej. Absolut. Sepse e di që ky muaj do të sjellë diçka, do sjellë një reflektim, se shikoj gjëra që nuk më pëlqejnë, po më të marrojnë. Shiko, të thash, gjithsesi njerëzit thonë që analistët, ata që kanë një lloj bazë distance ose përpiqen të shikojnë realitetin, e thash edhe çfarë, mendojnë që edhe një rezultat më i dobët se ai që pati Erion Belia duhet të jetë një mesazh për Ramën. Kurse unë vërtet do dëshiroja të kishte të tërhiqte i të paktën një dy javësh ose një muaj pushim. E ka shumë të nevojshme, sepse pse e them këtë, nuk e them. Kjo s'ka lidhje me zgjedhjet, kjo ka lidhje me, si i thaj, Shofënderi do të bëj një kritik të fortë, qa kritike, po të pishim cigare. Tani, bravo, jo, me zgjedhjet ka lidhje, sepse çdo lloj zgjedhje po më duket i çik si e nxituar nga pak, kam përshtypjen. Më kupto, pra ka dal në atë të hase e diun, hase bëhet më mirë, po nuk funksionon kështu. E ka humbë, dëgjoj, nëse në fillim në 2012 ishte njeriu që kishte shpirtin ke shqiptari, ke krenaria kombëtare. E ka humbur dhuntimet të dëgjuarit të tjerëve. Bravo. Në 2012 është shumë i saktë, ai bënte tryeza me specialistë të ndryshëm, unë kam marrë pjesë në tryezën që bëri për politikën e jashtme, dhe kishte, ishte i aftë të dëgjonte njerëzit, të dëgjonte këshilla. Pastaj me kalimin e viteve ka ndodhur një lloj izolimi i tij dhe ndodh ajo që punon me 2-3 veta. Por mirë, po kjo nuk është gjë e mirë, pavarësisht se ti ke komoditetin që nuk ke shumë debate, direktivat e tua. Kjo ka qenë fatkeqësia më e madhe tani. Por përplasja e mendimeve ka të jep produktin më të mirë. Është shumë e drejtë, po në fakt ky nuk është faji Ramës, ë? Kemi korrekt, ky nuk është faji Ramës. Këtë lloj se më do them shkalle ku ai ndodhet tani, që e shpjegove shumë bukur ti, këtë ta japin rrethanat. Po të shikosh për shembull është një PD që nuk është një PD që s'nxjerr dot
as një përfaqësues për Tiranën. Nuk nxjerr dot. Domethënë, çfarë thot PD-ja me këtë? Thot un kam dështu. I kam ngrej durët. Tashti si të arrejnë popullin, po morin këtë. Domethënë ai shkretin vetvete dhe unë thash, sepse unë gjithmonë një jap benefit of doubt, pra një farmase e inkurajoj që të fitoj. Dhe këtu pak a shumë e thashtë, pavarësisht se nuk është my cup of tea, ku i thonë muhabeti, nuk e shoh atë sparkun për të ndryshuar frymën e Tiranës. Shoh shumë populizëm, pra pash pak a shumë, siç ta thash, një Adriatic Lapaj të interpretuar keq. Adriatiku ka interpretim më original të asaj. Këtë pa shumë. Po që thonë që është qunë i mirë, është qunë shumë i mirë, po nuk e pash atë spark që të ngrej në krah, se në qoftë do ngresh në krah Tiranën, ke ngrej në krah Shqipërinë, Absolutisht po. Sidomos në to përmasa që ka Tirana, biles si fuqi ekonomike, si më e rëndë është Tirana se Shqipëria, se është metropol. I ke gjithë lloj të problemeve. Absolutisht po. Pra, Amarido, shiko se u morëm shumë në Shqipërinë, Trumpi pretendonte çmimin Nobel për paqe, dhe unë dëgjova një opinionist të Corriere della Sera që thoshte kam frikë se po nuk ja dhanë, do t'i rrasi ato tarifa 300% Norvegjisë. ti luj zotin. Mirë po, gjithsesi, si e shikon ti këtë investimin e tij në lindjen e mesme? Investimi i lindjen e mesme ka pas një zhvillim interesant të ditë të funit, me një lidhje me Katarin që unë akoma nuk e kam të konfirmuar 100%, sepse e mora nga një, si më të them, nga një analist po jo aty nga i marr informacionet, që mendohet krijohet një bazë e stërmadhe ushtarake atje, domethënë po shkojnë ca forca shumë më shumë se që është parë ndonjëherë drejt asaj zone. Dhe ajo që mendoj, dhe nuk është thjesht mendimi im ky, është që këta kanë plan t'i bien Iranit në një formë, një tjetër, domethënë po mundohen ta bëjnë të mundur këtë. Në qoftë se, unë nuk e di si i kanë bërë llogarit, po Iraku hajde 20 milion ishte, po Irani është 100 milion. Tani Do të thotë një shembull i parë në histori si mund të shkatrosh një kom 100 milion dhe pastaj ta mbash në pushtim, sepse nuk mund ta lësh domethënë pa një qeverisje, përndryshe krijon një bombë që shkatron planetin. Po kjo kjo është e bukur që ata nuk duan me ditë për bombën që shkatron planetin. Tash le të jemi me këmbë tokë, sepse që në momentin që i bie Irakut, Libis, dhe pastaj thu nuk më pëlqejnë refugjatët në Europë ose në Amerikë, ky është thjesht anglosakson, ta thush këtë. Vetëm paftyrsinë aty duhet kesh, më duhet të thonë këto, ua sa bukur e ka thonë ky. Duhet jesh më shumë se idiot. Më kupton. Masi ke shkatruar gjithë kombet, andej thu, dëgjoj, unë refugjat nuk du. Po problemi është që këta nuk e trajtojnë më shumë që ato pa refugjat vdesin. Vdesin, jo vdesin fare, sepse fatkeqësisht shkolla, fryma, shoqëria nuk prodhon, shoqëria pendimore nuk prodhon punëtor. Ne po e shohim tani që jemi europianizuar, se ne jemi europianizuar, më pak se Amerika dhe Anglia, ose po jemi europianizuar. Dhe po ta shikosh, ka vdek nervi punës. Jo ka vdek nervi punës, por ka vdek dhe aftësia për të pas nerv. Do të shi jemi kuthret qameti, dhe është pikrisht kjo shkollë
Pra është dëmtu pikërisht arsimi, është një dëmtim kolosal që kemi arrit në të rezultate, kështu që pa refugjat, edhe ai më i djathti, të djathtët janë fani, në që momente nuk bëjnë, por që të shkosh një shkatrosh tjetrit venin, jo një, po gjithë lindën e mesme, të është pastaj unë nuk du refugjat, kjo është që shia pëtor pastaj. Po, është në fakt po ndisnja është një italian që është i martuar me një shqiptare këtu dhe ka një blog në Facebook, Il mio viaggio in Albania. Okej. Dhe ai shkonte në një shesh ku unë nuk e kisha pse njifja, sepse nuk është edhe se dalim shumë më në për Tirana, punë, shtëpi, punë. Nuk është më që dilnim si dikur, jo bënim shëtitje, jo po sot do dalim këndej, jo po do pimi birë të 21-shit, jo po shkër në kombinat se bën njeri ca që bafë mirë, jo pa ajde nga liqenit e shumë për kovi se ka bërzolla dhe rakit mirë. Dhe të ashti jemi mbylluna atë. Guaskën tonë më bëri përshtypje, ishte një shesh, Siomonia dikur, që mblidheshin shqiptarët në Greqi, një shesh në Athinë, dhe ai sheshi ishte ku mblidheshin indiano e kështu, njerëz me ngjyrë, domethënë, të cilët ishin në pritje të punëmarrësve të tyre. Dhe më bëri përshtypje. Po di sa më vjen keq se neve dakord neve ju shkuam grekëve kur grekët kishin arritur një standard europian e tjera. Po neve na erdhën nëse kemi arritur akoma standardin europian, nuk e di sa apo e kemi arritur se ka marrë shumë. Jo, problemi është... Standard vjetese e kam fjalën. Tani, e disi është problemi, tani nëse përpara është bo një përmbysje jashtëzakonshme, e di kush është boss sot është punëtori, por nuk është bossi. Le që thënë, am kupto, këtu është merr i madh. Sepse çfarë ndodh? Ti nuk ke më forca të afta për punë, dhe në momentin që njëri është i aftë për punë, është ai që të dikton dhe çmimin. Problemi është që të jap një shembull se më ngacmove me këtë që bossi sot është punëtori. Po. Më thoshte njëri, po të mbështetur mendimin tënd, më thoshte njëri, ai është sipërmarrës, ka një eskavator, punon vetë, është punëtor independent, quhet. Tani tha nuk arrit të gjej punëtor të pa kualifikuar, tha që s'din se si ngulet goshta, tha pa 40.000 lek, tha. Se ustaj nuk e gjej dot, tha pa 70.000 lek. Problemi është edhe kur e gjej ustaj për 70.000 nuk puno gjysmë dite. Okej, po e kam marrë të mirë qenë të se thashë, nuk e njoh në mënyrë kapilare. 70.000 për 25 ditë pune i thonë 1.750.000 lek. Ndërkohë që sot një primar, një shef pavioni në qendrën spitalore universitare, në Tereza e ka rrogën 1 milion lek, do të thënë gati sa gjysma e këtij ustajit. Prandaj ke drejt kur thua që sot bossi është ai që merr. Jo, është më se vërtet, për shembull nëse për të hapur kompani, po e marrim në Angli, ishte shumë e thjeshtë për të hapur kompani këtu në Shqipëri. Për të hapur kompani në Angli, ti po e marrim trash, ti mund të marrësh 10 fshatar nga Polonia, Rumania e me radhë, dhe për 2 muaj ja marrin dorën punës. Paktën bëhen të aftë, paguajnë vetveten e tyre. Mund t'japin edhe ty diçka. Dhe çfarë është që ngel prap tek ajo puna e refugjatëve, është që në fakt refugjatët kanë qenë ndihma ku është mbështet i tërë perëndimi, sepse nëse s'do të ishin refugjatët nuk do i boshin dot këto shkallë për të ecë në një biznes. Se të marrësh një specialist shko direkt 250, po e marrim. Nëse ta pres shkurt. Problemi këtu është në Shqipëri është që ti ligji nuk i gjet dot 10, ligji nuk i gjet dot 10 pa aftë. Po nëse do gjesh 10 të pa aftë, do gjesh 10 pa aftë që nuk kanë as dëshirën me mësu. Më kuptove se ata 10,
atje, ata tentojnë sepse e kuptojnë, ja, ndoshta ja u thu troç. Këtu jemi në këto pozicion. Je krap, e shiko vetën punë se si je, paktën po flas për kohën që unë kam qenë, ti do rritesh, puna do rritet, ti do dalësh shumë mirë. Krye vepër, deal, ku i thonë muhabeti. Këtu e kam dhe me provë dhe tjerët. Këtu ti mund të marrësh 10 që nuk din. Pa ata 10 që nuk din, duhet t'i trajtosh si 10 që din, po dhe nuk kanë as dëshirën me mësu jo. Pra ju kanë gordh dhe nervi me mësu. Pra i është një grop që ka lind që nga privatizimi ati konviktit. Janë të lidhme. Pavarësisht se mendoj që në emisionin ton trajtojmë, janë gjitha të lidhme. Qysha dje. Kjo është baka shumë. Amarindo. Po, unë turoj sezon të mbarë, vlla, se shpresojmë që të mbani nati edhe vazhdon, nuk ne brikosësh prapë edhe ndërpret. Jo, tani ne duhet, unë personalisht duhet i kërkoj falje publikut për 1-2 emisione që nuk u transmetuan më vonë. Kjo, unë do të tregoj me sinqert se s'kam emisionet e rëndësishme. Nuk do quhesh Amarindo, po mos lisha sinqert, është që nga i herë gjatë emisionit ju kemi dhënë fjalën, të paktën unë, pa edhe tani, ju kemi dhënë fjalën e trunit e të shpirtit, që ju themi të vërtetën, po nga i ajo e vërteta na lë dhe pa buko shok. Kështu që na duhet me heq ka herë në emisionet. Na falni shumë. Na fani që mbajnë nga një herë gjuhën, se më thonë. Po. Për shembull, këtu në lidhjen e mesme e kalove shumë shpejti. Jo, po ku ta mame. Kjo e lindjes mesme është një bomb që po zien tani. Është një bomb, është Okej. Jo, do të trajtojmë sepse s'kemi një gjë, është e pa mundur sepse sa po ka fillu lindja mesme, kemi kohë të trajtojmë sa duash. Jo, sa për ta mbyllur, mendoj që shkaqet e luftës në Ukrainë për shembull janë 2. Një, Europës i duheshin 20 milion të bardhë që të kualifikuar. Dhe gjetim mënyrën i morin, e di që për këtë do na thonë je pro-putinist, pro-rus një tjetër, e shtyn Rusin aty në qoshe edhe ajo ja plasi 20 milion ukrainas, u kompensuan diçka se këta janë edhe të kualifikuar. Edhe e dyta, duhet një kështu sa mbaroi punë Izraeli andej nga Gaza, duhet një zhurmë ndej nga Ukraina. Për shembull, Burereti, Rusia hodhi 19 dron, por këta kishin rrëzuar vetëm 4, dhe ato dolën në Poloni dhe 4 dolën dron kartonit. Ndërkohë, nuk e di pse thanë 19, se duhet kishin kapur paktën 19 dron aty, po kishin kapur vetëm 4. Edhe ose ajo Van der Leyen për shembull që Demeki kishin prish atë transponderin avionit saj, po doli që edhe aparatura më e sofistikuar nuk veproi më shumë se 90 kilometra, ndërkohë ata që nga një Van der Leyen nga pika më e afërt e ushtrisë ruse pas ka qenë 1000 sa kilometra. Nëse se për çfarë duhet ta hudhin atë Van der Leyenin, zoti e di. Jo se ta hudhin. Jo, është personi më i dur aty, domethënë është fytyra më hipokrite. Sa dhe vetë hipokritët europianë thonë, "Ore, uli çik pazarin se na fllihë fare, kaq skandalje." Tani, për çështjen e Ukrainës, ndoshta, po të flasim se s'kemi nga shkojmë. Problemi ishte që... Duhet të bëjmë një emision. Da. Ka kaluar në një pikë, është lënë si në hije kështu, vetëm për shembull, kur bën ndonjë
për daf Izrael janë ndej nga Gaza, tak çohet në Ukrainë për shkak, na odhën bomba këtu, janë vra 4 pleqë, 2 kalamoj, pastaj dalin që kalamajt nuk janë vra. Jo, problemi është tepër më serioz, biles mund të them dhe një lajm që dje Zelenski mori një vendim të cilin e shprehu që do kaloj në terrorizëm jashtë kufive të Ukrainës. Pra ishte, si më thënë, vendim qeveritar. Pra që ajo ishte kjo shitja Tomahawkëve, të cilat janë në gjendje që kapin moshën, pastaj e ndryshojnë lojën. Dhe përgjigja e Rusisë ishte që i hoqë një 75% gazit, i vun flakën. Pra, problemi me Zelenskin, se gjithmonë kemi pas kundërshtim, po duhet thonë, është një provokator i vendosur në atë vend për të luajtur me gjakun Ukrainës, për që të tjerët ca të marrin refugjatët, ca të marrin pronat, ca të marrin dobësimin e Rusisë. Po të marrësh një rus sot edhe ti thush qa shpresë ke pas lufta, thot okay, do mbaroj lufta, do ndërtojmë Rusin, do vejmë trena më shpejt, do vejmë këtë, do ketë martesa më shumë. Të marrësh një Europian ose Ukrainas, ti thush qa pret pas lufta, do më thëmë masit pushtosh Rusinat, të shpëtosh nga Rusia, thot do luftojmë Kinën. Okej. Kemi arrit shumë keq. Me ide, shumë keq me ide, si Teme gjatë më vetën. Do të kundërshtojnë një 2-3 pika, po s'kemi kohë. Kundërshton. Bro, me këm të mbarë. Faleminderit. Me këm të mbarë dhe faleminderit juve që na ndoqët. Natën.